Besoj që ka ngecur tek emetimi i akteve në ligjore, udhëzimit. Është e vërtetë që ka 30 ditë në dispozicion, por kjo nuk do të thotë që duhen konsumuar të 30 ditët në dispozicion nga të dy institucionet. Tashmë kemi një hyrje me vonesë të fuqi, pra duhet të jetë në 1 janar 2026, ka hyrë në fuqi në 22 janar, ndërkohë që të konsumosh 30 ditë të tjera, do të thosh atë që i ke garantuar me ligj qytetarëve për 12 muaj, je duke u ngrënë me procedura burokratike, pra i duke lënë vetëm 10 muaj në dispozicion. Për ata që nuk e kuptojnë se për çfarë po flasim, a mund ta shpjegoni pse pa këto akte nuk është i zbatueshëm ligji? Pra çfarë mbetet për tu miratuar përmes akteve në ligjore? Çfarë mbetet për tu përcaktuar? Mbetet për tu përcaktuar i gjithë procesi, si do të kryhet aplikimi, tarifat, koha për marrjen e përgjigjes, pra janë të gjithë teknikalitetet padikisht që vendosin ligjin në funksion. Qoftë edhe kodet ASHK-s, pra çdo teknikalitet tjetër. Edhe si çdo ligj, se nuk është ligj i parë, por si çdo ligj që del në Shqipëri dhe hyn në fuqi, duhet pajiset me akte ligjore për të detajuar anën teknike, procesin dhe si duhet të emetohet. Edhe pa të nuk hyn dot në fuqi. Mendoj që në të njëjtën kohë ka edhe një gërsh që vjen nga mos miratimi akoma i çmimeve të referencës gjithë Shqipërisë. Sepse Ministria e Financave bëri një gabim strategjik që procesin e rivlerësimit e lidhin ngushësisht me çmimet e referencave, kështu që janë 2 akte që duhet botohen dhe duhet të hyjnë në fuqi. Është vendimi i Këshillit Ministrave për çmimet e referencës dhe udhëzimi për bashkët e Ministrisë së Financave dhe ASHK-s për pjesën e procesit të rivlerësimit. Rinaldo, por çmimet nuk mund të fillojë. Çmimet e referencës ama në Tiranë janë të përcaktuara që më herët, apo jo teknikisht a mund të nisë në Tiranë më shpejt ndoshta? Kjo ka qenë këshilla jonë dhe kërkesa jonë e rregullt nga maj 2025-s edhe vijim për Ministrinë e Financave. Kemi thënë të lutem fillojë për procesin e Tiranës, sepse duhet të ecë me prioritet, sepse ky qytet, ky kryeqytet i cili mban 50-60% të gjithë transaksionet pasurisë të paluajtshme, gjithë tregut, atëherë pse duhet ngelet pengi gjithë pjesës tjetër? A mund ta shpjegojmë për teleshikuesit cilat janë hapat e një procesi të rivlerësimit? Si funksionon? Se ka shumë njerëz që pyesin kur bëhet kjo pagesa e 5%-shit për shembull. Atëherë ka 2 modalitete. Nëse dëshiron ta rivlerësosh pronën deri në nivelin e çmimit të referencave, në momentin që aktivizohet aplikimi në Jellbenja, ti bën kërkesën në Jellbenja, i thua që po themi shpreh dëshirë për të rivlerësuar çmimin e referencave, ASHK-ja brenda 5 ditëve ose nuk e di se sa do ta ketë afatin, duhet të emetoj fakturën, ti merr fakturën dhe në një nga bankat e nivelit 2, apo qoftë edhe nëpërmjet pagesave online, nëpërmjet kartave, mund të bësh pagesën e detyrimit 5% me ditë çmimit që ti ke pasur në kartel, po themi vlerën që ti ke në kartel, dhe vlerës së re që do të marri pasuria sipas çmimit të referencave. Kjo diferencë tatohet 5%. Modaliteti i dytë, nëse dëshiron ta çosh pronën në nivelin e çmimeve reale të tregut, duhet të kontraktosh një vlerësues të pasurive paluajtshme, i cili përpilon një raport. Me këtë raport ti aplikon në Jellbenja, ASHK-ja konsulton raportin, të emeton fakturën sipas vlerës reale që është në raport, sipas vlerës së tregut, dhe ti paguan 5%-in. 5% me ditë vlerë që ti ke pasur në kartel dhe vlerës së re që do të marri bazuar në raportin e vlerësimit. Pra është pak më i gjatë, por në të njëjtën kohë është më i sigurt si proces. E kuptova. Ka disa njerëz që pyesin, po ata që nuk kanë ndërmend ta shesin, pra nuk flasin për ata që ndoshta potencialisht mund ta shesin në 2028-ën, 2029-ën pronën e vet apo në të ardhmen. Ata që kanë ndërmend ta shesin sot, këtë vit, a duhet të presin tashmë që dhe 22 janari ligji ka hyrë në fuqi? A duhet të presin që aktin e shitjes të noterit ta firmosin, le të themi, mund ta firmosin dhe tani, apo do duhet të kryhet një herë ky proces i rivlerësimit, të regjistrohet në kadastër, në kartelën e pasurisë dhe më pas të firmoset, le të themi, akti i shitjes përballë noterit. Duket sigurisht teknikalitete, po janë disa pyetje që më kanë ardhur këto ditë nga qytetarët, ndaj ju ashtroj juve për të na sqaruar. Varet shumë nga blerësi. Normalisht nëse ke një blerës gati i cili është gati për të blerë pasurinë, është më mirë që të nënshkruash një kontratë premtim shitje ose kontratë shitje me kusht, duke përmendur kushtin që kalimi i titullit pronësisë, pra shitja do të ndodhi vetëm pasi të ndodhi procesi i rivlerësimit. Kështu që nëse ke ndërmend ta shesësh dhe ke një blerës gati, më mirë shko tek noteri.